Se mos harroret, ne patëm zgjedhjet e fundit, pas suspendimit të dialogu strategjik, lëvizjeve të vendosje, logjikisht, sikur të ishte ky sentiment publik shumë i theksuar pro-amerikan Kosovë, nuk do ta kalonte 20%, por përkundrazi ndodhi, fitoi 50%. Pra mori më shumë vota pas ndërprerjes së dialogu strategjik se sa kur dialogu strategjik ishte në fuqi. Dhe kjo është vetëm njëri element, mos hym tash në gjenealogjinë e këtyre raporteve që unë vazhdimsi kam thënë që këto tensione e kanë sforcuar elektoralisht dhe politikisht lëvizjen vendosje, mirë po kohën e fundit ky subjekt ka arritur që mos të madhe ta bindë opinionin që me gjitha veprimet që është duke i bërë me gjitha veprimet që është duke i bërë veçanërisht në atë që e quhen rrumbullaksim i sovranitetit të shtetit, edhe nëse ka tensione me Shtetet e Bashkuara, këto tensione janë si rezultat sepse SHBA po tentojnë me çdo kusht dhe në çdo mënyrë Serbinë ta tërheqin nga orbita ruse dhe që të bëjnë kompromise në dëm të territorit në dëm të Kosovës. Kjo është dhe që Albin Kurti po i prish këto loja duke thënë se këtij nuk i intereson pozicioni i Serbisë, por i intereson mbrojtja e sovranitetit dhe shtetit të Kosovës dhe që nuk do të lejojë kompromise politike të kësaj natyre. Pra kjo është dinakria, do thotë retorika kryesore me të cilën kryeministri Kurti po arrin ta mbajë mbështetjen elektorale